Mirë se erdhët tashmë në drek pakollare të dashur miq, mirëmëngjes zonja Vjollca. Mirëmëngjes. Jemi në të premten tonë që duam shumë të pjesë. Sot, unë kam do lodhem shumë vetëm duke shijuar. Po, dhe sot kemi shumë përbërës mbi tryezë, ato i kanë zgjedhur personazhet tanë. Më lejoni t'ju prezantoj pa humbur kohën e kemi të limituar me personazhin e parë të drek pakollare. Ajo është zëvendës ministrja e Arsimit Nora Mala. I them mirëmëngjes. Mirë se erdhët zonja Nora. Një nga gratë aktiviste më të njohura në Shqipëri, le të të hapur, sepse do ftojmë edhe personazhin e dytë, ju e dini që na pret edhe ai. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Vendi juaj është këtu sepse edhe produktet që na keni rekomanduar për të gatuar janë në këndin tuaj. Një nga le të themi gratë më të papërtueshme, do thoja unë, zonja Vjollca, sepse është shumë komode tek se ta ndoshta janë cilësitë këto të një sociologeje, por nuk e di me çfarë lidhni këtë komoditet dhe për të qenë aktive, për dhënë mesazhe pozitive për gjitha problematikat, për miqt, familjar, çështjet e diskutueshme në Shqipëri. U shoh njeriun më aktive dhe në media. Shumë faleminderit. Prej vitesh punoni në një dikaster që është jo pak i vështirë si që është arsimi. Realisht është goxha me përgjegjësi, me përgjegjësi do ta quaja kombëtare, jo vetëm individuale, pasi të gjithë janë konsumatorë të arsimit. Në një farë mënyrë është një fat se Shqipëria është një vend që do arsimin, në shumë arsimdashës dhe ndoshta prindërit shqiptar listohen në listën si prindrit më të sakrificës drejtim të arsimimit të fëmijëve dhe besoj që cili do që është në këto vende, përveç faktit që është i zgjedhur nga pozicioni politik, kur lidhet pozicioni dhe me profesionin, bëhet më fuqishëm dhe bëhet më përgjegjshëm individi për ta menaxhuar situatën. E zbulojmë pas pak recetën, më lejoni të prezantoj edhe personazhin e dytë, sepse ka një lloj emëruesi të përbashkët, le të themi, me dikasterin që ju drejtoni. Ka pjesën e dytë. Ka pjesën e dytë të ministrisë që është për Ministria e Arsimit dhe Sportit, për kontributin me shumë vlera që ai ka dhënë në hartimin e programit të sportit për një sport ndryshe, të rilindur, besoj se më kuptuar për cilin e kam fjalën. Është deputeti i Partisë Socialiste për qarkun e Beratit, zoti Fidel Ylli, ish kampion i mundjes edhe një nga biznesmenët më të suksesshëm në Shqipëri dhe në Parlamentin Shqiptar. Që u kemi në Vila 24 në drek pakollare. Kemi një recet të vështirë, unë nuk kam gatuar ndonjëherë dhe nuk e kam njohur, me ca e lexova pak nga menuja që ju na përcollët. Sot do t'ju shohim një profil ndryshe, për të njohur një Fidel familjar, të ndjeshëm, të afërt, miqësor, që ka dhe pasion kuzhinën, ndër pasionet e tjera. Pyetja ime është, jeni dhe një nga biznesmenët e suksesshëm në Shqipëri, një nga të shumtët që ka edhe Parlamenti Shqiptar për këtë legjislaturë. Mendoni se politika është edhe për njerëzit e pasur, është vetëm për njerëzit e pasur, të paktën në Shqipëri? Politikën unë e kuptoj, domethënë si po të shikosh me vëmendje, për shembull, është krijuar një Europë dhe një Amerikë, të cilët janë krijuar nga njerëz të mençur, të pasur, që kanë vënë gjithçka për vendin e tyre. Dhe unë e mendoj politikën si Nora dhe si shumë politikanë tjerë në Parlamentin Shqiptar si një kontribut që duhet dhënë për vendin tënd, që ti mos rrish në atë luksin e shtëpisë tënde, në luksin e zyrës tënde, të makinës tënde, të një rrethit ngushtë dhe kur dalësh jashtë të shikosh se si shahet vendi jot, se si njerëzit nuk janë të bindur në atë që kanë për Shqipërinë dhe duan në vitin 2013 të largohen nga ky vend. Dhe unë politikën kështu e shikoj dhe kështu do ta shikoj gjithmonë dhe më thonë që Fidel me këto mend do dalë shpejt nga politika, se politika nuk është kështu, duhet ta dredhësh, duhet të kesh një karakter tjetër. Unë kuptoj një gjë që morali i politikës nuk është si morali personal që ti mund të kesh me rrethin tënd, me familjen, me njerëz të tjerë të rrethit që të rrethojnë, por politika është diçka që duhet i shërbej, jo vetëm familjes tënde, jo vetëm interesave tu, por duhet i shërbej vendit, duhet i shërbej të gjithë atyre zgjedhësve që ty të kanë votuar dhe ti ke vajtur përpara tyre me një moral tjetër. Dhe që ju keni qenë shumë shpesh në zonën tuaj të Beratit, sepse kam provuar përmes telefonatave dhe nuk ju kam gjetur në Tiranë, keni qenë shpesh në Berat të kohë, por ne kemi munduar të gjejmë një lidhje që mund të ketë politika me gatimin. Ndaj dhe kemi ftuar për të na sjellë nga një recet tuajën bashkë me zonjën Vjollca, e cila i kanë nxjerrë me përpikmëri këto elementet e tjerë shtesë të përbërësve,
Mund të na e prezantoni, zoti Fidel, me qënë se betëm të kju recetën dhe më pas në një me zonjën Nora. Me sa shoh nga produktet, kemi një recetë moderne dhe një tradicionale. Ti quaj kështu? Unë shkurtimisht duke qenë se jemi dhe në studio dhe duhet bëjmë diçka live që njerëzit mos mendojnë janë gjërat përgatitura që ne i kanë bërë të tjeret. Sot unë do të përpiqesha që t'ju përgatisja një sallatë mesdhetare me gjitha këto asortimentet që janë në tavolinë dhe një fileto ose biftek mund t'i themi me rucola dhe me parmigian. Është diçka që bëhet dhe shpejt, është diçka dhe shishme, që njerëzit duhet ta shikojnë mënyrën se si janë përgatitet procedohet, me sa po shoh gjëra jeshile, kjo lidhet dhe me faktin që merreni shumë me sport, i keni rrëpjatat tuaja shpesh gjërat dhe sallatat. Zonja Nora Malaj. Në fakt unë përzgjodha një gjë tjetër, mbasi më thanë ja bërën qëk me hile Fidelit. Ose nuk e bëra me hile, po doja të tregonin që ne kooperojmë edhe në gatim, jo vetëm në politikë. Kur thejmë bashkëqeverisë, se jemi bashkëqeverisë. Unë e prezentova që në fillim që dikasteret e keni bashkë. Me qënë si zoti Fidel përzgjodhi një element salate dhe një element mesdhetar, do me thënë produktin e mishit, u të thash, qëfar duhet i rregulloj menun si ta bëjmë edhe drek, edhe mëngjes, edhe pasdite. Dhe më kujtohet që kur kam qenë e vogël, kur shkoja ke gjyshja ime, nëna na merr të gjithmonë na bënte trahana në mëngjes. Dhe ajo trahanaja kishte një element shumë interesant. Nuk e di pse të bënte shumë të socializonte. Dhe ti kur mblidheshe aty dhe uleshin të tërë për të ngrënë se ishte dita e diel atëherë në atë kohë, se shtuna ishte punë, dhe trahanaja ishte një gjellë që më shumë konsumohet në mëngjes ose në darkë dhe është e lehtë dhe njëkohësisht të socializon dhe të krijon, nuk është puna ke shpenzimi, se mund ta bësh. Jo, është një ushqim shumë i mirë që sidomos për fëmijët dhe për moshën e tretë, dhe unë për këto të dy moshat mendova, meqense unë kam dhe moshë të tretë në shtëpi, që t'ju ofroja këtij qytetare për të kuptuar që ne në fundit jemi edhe qenie humane, normale. E kuptoj. Të ndalemi që këtu, ti them unë qytetarëve dhe anvisave. Të them të drejtën, nuk i kisha takuar asnjëherë këto dy miq. Sa do ta bëja pyetje, më ke marrë nga goja si të duket prezantimi zonja Vjosa. Tani do flas një fjalë. Dhe kisha emocione, si për njërën palë dhe për tjetrën. Sa i pash, sa i thash mirëmëngjes, u shkarkova nga emocionet, më dukej sikur kisha vite që i kisha miq të shok. Unë në fakt i kam pas miq të shok, se i kam ndjekur nëpërmjet ekranit. Po në fakt juve zonja Vjosa vini nga fusha e arsimit, kështu që tek u ndjeni mirë. Edhe muzika që ju keni marrë arsimimin e parë me zotin Fidel ka shumë lidhje, kështu që pastaj është një gjë, asnjëherë rastësia nuk ka jo element që nuk lidhen me njëri tjetrin. Faleminderit. Zonja Vjosa, ne do t'i ndihmojmë dy të ftuarit tanë me nga një përparse, por derisa të sistemuemi të fillojmë procedurën e punës, ndajemi për shumë pak sekonda publicitet. Ne jemi bërë gati tashmë për të nisur procedurën e punës. Zoti Fidel, nga ta nisim me ju? Ne do ta nisim me sallatën. E nisim me pjatën e parë. Me pjatën e parë. Po. Ku, si që thash, do të bëjmë një sallatë mesdhetare sot. Dhe mira është që sallatën ne kur ta grim, mos ta grim me thik. Pse? Kështu është sigurohet më mirë. Në fakt këtë na ka mësuar dhe zonja Vjosa kur e ka... Si tham francezët e lëna shumë gjete po. Madje francezët e tham dje kishim kuzhinën franceze, e lënë fletë të madhe dhe... Ashtu. Kështu që duke bërë me dorë bëhet edhe më e shishme. Ndërkohë zonja Malaj vendosi ujin. Kemi marrë, po, do vëm ujin që të zjetë. Do jetni dhe krip? Do të jedhim, po, ta lëmë në fillim, sa të marrë një banjë, pastaj jedhim pak kripën, jedhim dhe pak. Ja, tjetër, dras. S'ka gjë. Çunat e kameras do na vënë notën sot, Fidel. Notën? Po. Ju nuk e dini që notën e vet zonja Vjosa? I provojmë të dyja në fund. Zonja Vjosa është, përpara zonjës Vjosa ne të dy dritemi, po them përpara çunave që janë konsumator. Por mamat që ka nevojë për ta ditur se kur kemi vendosur ujin për të zier dhe uji jepet në një format të tillë që varet nga sasia që do bësh. Do marrësh trahanan që është e gatshme dhe do ta hedhësh në një enë dhe mundësisht ta shkrish pak me ujë. Pse?
Për arsye, ta shkrysh pak me ujtë ta trazosh, për arsye se kjo, po ta hedhësh gjatë kohës që uji ka zjerë, ajo mund të ngjisi dhe bëhet kokriza dhe as pleqt, as fëmijë dhe as kush nuk e ha. Bëhet kështu si një masë një trajtshme dhe më kujtohet kur isha e vogël, kur ndiqja gjyshen që e bënte dhe pastaj maman, thoja, çfarë bëjnë këto që e bëjnë kështu? Ndërkohë dhe një ditë e provova pa e tretur, se më duk që ishte një veprim jo shumë komod. Kur vura re dhe vura që të zihen të uji, ajo kur u hodh sasia, filloi të trashej dhe të bëhej si me kokriza dhe nuk ishe shumë komode për të ngrënë. Zakonisht nuk e di, ne kemi lugë druri këtu? Po kemi. Zakonisht dhe shumë mirë që kjo të përzihet me lugën e drurit, kur të hidhet ke uji tani. Gjatë gjithë kohës? Gjatë gjithë kohës, derisa të filloj të marrë valën për të zjerë. Ndërkohë, zoti Fidel, po vazhdon prerjen e limonit, pasi si që ju thash që kjo është një sallatë mesdhetare, që çfarë në kupton kjo sallatë? Në kupton që të gjitha këto asortimentet që ne do t'i vendosim sallatës kanë lidhje me mesdheun, me kohën, me temperaturën, me vendet se ku bëhen, dhe përveç sallatës jeshile dhe kësaj të kuqe që ne po vendosim, marrim një kokër limoni, e presim në mes dhe copa atë e hedhim mbi të gjitha këto dhe në të njëjtën kohë marrim dhe një kokër portokalle, se dhe portokallja lidhet me mesdheun. Ndaj e ka marrë dhe emrin, se janë të gjitha produktet e mesdheut. Dhe fillojmë përsëri e presim dhe portokallen si limonin. Ndërkohë edhe kombinish mishijeve. Por kësha një pyetje për dy, cilat kuzhinë ju josh më shumë? Kuzhina tradicionale apo kuzhina moderne? Sepse kam vërre që me ndryshimin e kohëve edhe me modernizimin e shoqërisë, sikur është një tendencë tjetër tashmë, sikur janë lënë pas dore këto ushqime tradicionale dhe orientohemi drejt asaj moderne. Me jetën aktive që bëjmë dhe me vrapin e madh që kemi kampur, ndërkohë që uji ka marrë valën e parë dhe unë ndërkohë hedh produkt nga dalë për të sigurisht që njeriu e ka pothuajse të pamundur për të mbledhur në shtëpi që të filloj të bëj gatime tradicionale, pasi duhet të jesh ose në shtëpi, që të merresh dhe zakonisht ata që kanë prindrit në shtëpi dhe në përgjithësi njerëzit si puna ime dhe Fidelit që pothuajse jemi më shumë larg se sa brenda, të ikur në momentin kur ti je në shtëpi dhe ndjen që ke një pjesëtar familje, është shumë e këndshme kur të bëhet ajo dreka që quhet drekë tradicionale. Megjithatë sot të rinjt konsumojnë më shumë, ju pëlqen më shumë drekë. Konsumator të drekrave, të formateve kështu, po themi bravo, edhe bashkohore, dhe kur vjen në drekë ndonjëherë në shtëpi thua gjellë shtëpia, dhe ideja e gjellës së shtëpisë ka të bëjë pikërisht me faktin që ti ke dëshirë të hash një gjë që do të thënë produkt që thua do ta ha me lukë. Si zakonisht në për restorante dhe në për këto mjedise është ambient, po për shembull kjo sallata që bën Fidel, është një sallatë që mund ta bësh, mund ta konsumon shumë mirë dhe kjo është edhe dietetike madje. Me këtë mes apo shoh është një lloj kulture, le të themi, për trupin, kultura e trupit që duhet. Interesant, mua kjo lakra e kuqe nuk është se më pëlqen shumë Fidel, se çka një hitësirë. Tani Nora, ty mund mos pëlqen shumë gjëra nga këto, po kjo është një recetë. Jo, mamë. Kjo është një recetë që... E di si duhet, përpara se të hash ushqimin, duhet të shikosh ngjyrat. Me ngjyra, ti e ke bërë shumë estetikisht të bukur. Sepse, po se bërë estetikisht të bukur, nuk e ha dot. Unë dua të jetë bukur pjata, të vendoset bukur në tavolinë, me thikën, me pirunin, me picetën që ajo të shijoj. Çfarë ndodh nëse nuk është e tillë në një restorant ose edhe në shtëpi? Nuk e hani pjatën? Jo se ha, po domethënë nuk e ha me qef. Domethënë unë nuk jam në një ngrënës i madh, duke qenë se gjithë jetën në shtëpi kam qenë me gjyshe, me mama, me grua, me motra dhe kam qenë djali vetëm, nuk më ka rënë radha të gatuaj, por duke qenë sportist, kam ngrënë gjithkohës jashtë. Është në një farë mënyrë i llastuar. Edhe, por normalisht mua më pëlqen e bukura, më pëlqen e mira dhe duke qenë se jam marrë me sport, kam shumë njohuri mbi mënyrën e të ushqyerit, sepse mënyrat e ushqyerit ka të bëjë me cilësinë e jetës, jo vetëm me cilësinë e sportit. Ka të bëjë me atë që në organizëm ne kemi disa parametra që duhen ruajtur nëpërmjet ushqimit. Nuk mund ta haj për njeriu gjithmonë një lloj ushqimi, pasi më kujtohet
dua ta bëj një krahasim mamaja gjatë viteve, para viteve 90, që njëherë një javë merrte ato tubat e sobës dhe i bënte me benzinë dhe i shkunte që të pastrohesh. Dhe kjo punë, qofse ne do të ham një lloj ushqimi, do të bëhemi me kolesterol, do të na fillojnë pastaj të gjitha aritmit, do të na fillojnë shenjat, dhe ne duhet që të balancojmë në organizëm të gjithë parametrat e yndyrnave, sheqernave, kolesterolit. Kjo ka të bëj me kulturën e të ushqyrit, po ka të bëj dhe me mënyrën e jetesës. E kuptoj, po sa e kanë këtë kulturë? Të paktën shoqëria shqiptare, Një nga këto emisione që ju bëni, ka të bëj me kulturën e të ushqyrit, e të gaturit, që njerëzit të kuptojnë që në qoftë se ne na kujtoheshin vitet para 90-s që vinim tullum për të marrë një gjysmë kile mish atje dhe për të ngrënë, tani sugjerohen format të tjera, sallata, supëra, peshk, mënyra të tjera të ushqyrit që ti të kesh mundësi për të rritur cilësinë e jetës. Marrim dhe këtë karrotën dhe e presim holl dhe vendosim. Fidel duket që ka një eksperiencë të gjatë të gatimit. Ku keni mësuar? Ndërkohë që për të bërë tranan të mirë, në fakt duhet kishim sjellur pak bukë të zezë, jo të bardhë, po gjithsesi këtë e bëm edhe për ata buzhollët që nuk e duan bukën e zezë ndonjëherë, megjithëse buka e zezë rekomandohet në dieta dhe është shumë e mirë sepse nuk përmban shumë kalori, nuk përmban shumë fibra, po përmban kalori që është shumë e tretshme për organizmin. Mbasi e kemi prerë bukën, do me thënë e kemi bërë me copa, ose me çapa, si thuhet, coptuar. Tani ne e kemi gati, se kjo tashmë ka zier, i kemi hedhur ndërkohë edhe kripën e dur dhe një këshill për anvisat, sidomos për ato që kanë fëmijë të vegjël, që ja u bëjnë dhe pleqve, jo shumë krip, sepse krijon probleme. Kripa është një nga produktet sa të shishme, po aq edhe armik për trupin e njeriut, kripa dhe sheqeri, të dyja, prandaj thuhet gjella me krip dhe kripa me karar, dhe kjo thuhet edhe për gjëra të tjera në jetë, për arsye që të krijosh masën e produktit. Unë do doja të ndaleshim dhe për një hapësirë të shkurtër, është momenti i këshillave të biznesit, edhe rikthehemi pas pak me të ftuarit tanë. Mirë se erdhët në drek pa kollare, kësë kemi të ftuar zotin Fidel Ylli, i cili po na gatuan biftek me rukola dhe një sallat mezetare, ndërsa zonja Malaj trahana dhe nuk e zbuluam që parë, po të na bëj edhe një ëmbëlsirë, një zupë. Po. Apo jo. Jemi në momentin e përgatitjes së mishit me zotin Fidel, zonja Malaj po shtron në tavë trahanan dhe ju ftoj që të vini ta hani. Do ta provojmë me shumë dëshirë dhe shije. Ndërkohë vazhdojmë në mishin, meqense do dhe pak më shumë. Para se të kalojmë tek mishi, të mbyllim një procesin e parë, që është procesi i sallatës, që kemi dhe pak sardele nga këto si të kripura që do t'ja vendosim, që edhe këto kanë bëjnë po me detin, po me mesdheun, po me ato fjalët që në thamë fillim përse quhet sallat mesdhetare, sepse ka paka shumë të gjitha ato asortimentet që i mbulon mesdheu. Dhe mbasi i vendosim dhe këto sardelet e kripura, hedhim pak krip, jo shumë, unë nuk jam shumë bas kripës, sepse kripa nuk është shumë e mirë për organizmin, i hedhim dhe në qik vaj ulliri, që si gjithmonë i jep shijen e dur dhe që është dhe pak aceto këti tillë që duhet, po, edhe kjo për çështje shije. Ato janë açuki? Po. Dhe mbasi i kemi hedhur të gjitha asortimentet, duke filluar nga lakra jeshile, e kuqe, portokalli, limoni, karrota, majdanozi, speci dhe këto sardelet, atere e marrim e përzijem sallatën. Dhe çfarë shumë llojshmëri ngjyra është, do të kënaq syrin. Është absolutisht dhe është që ta shohësh me aq kalori sa duhet, edhe që organizmi. Mbasi e përzijem, Ne marrim një pjatë. atëherë marrim një pjatë. Në atë lugën tjetër, Niki? Ka lugën tjetër atë, bashkë sallata. Ja, është kjo më e madhe. Ndërkohë që zoti Fidel e hedh sallatën ke pjata, ju të dashura anvisa, mos harroni e keni hedhur bukën, e keni bërë tranan, do t'i hidhni sipër vaj ulliri, dhe vaj ulliri është shumë i mirë, varet me doza, po mos i hidhni me doza shumë të mëdha,
sepse duhet t'i jepni aq sa duhet, dhe në fund do t'i hidhni djathin e bardh, dhe kjo tani është bërë aq e papar, sa që mua më vjen shumë keq që s'kemi mundësinë po do ta provojmë edhe për ta ngrënë. Si me jep. Kjo shoqërohet shumë mirë në dimër, kur ndizet edhe zjarri, me një gotë çaj mali ose me një çaj tjetër dhe ose edhe me qumësht. Po, këtë do të thoya. Në krajinat e Korçës bëhet në fakt bëhet me qumësht. Tranaja, sepse këto quhen zajret e dimrit. Dhe mamat tona dhe unë dua që përshëndes të gjitha anvisat, sidomos të zonave rurale, edhe zonave nga është Zoti Fidel, që bëjnë këto produkte shumë të mira që quhen produkte bio dhe të shëndetshme. Tranaja është gati. Dhe salata është gati. I vendosim të dyja që kemi mbaruar në një kohë rekord. Zonja Vjollca nuk e di çfarë perceptimi, çfarë ndjeshmërie ke ndaj këtyre dy pjatave. Mund të vini pak, ti hedhim një sy. Edhe sa të fillojmë shpejt me recetat e dyta, mund të vazhdojmë me mishin. Sepse do pak. Doja të thoja edhe një gjë, që për anvisat është shumë mirë të përdorin këto lloj enësh, elegant home zonja normale. Të cilat unë i dua shumë, sepse të ndihmojnë shumë mbasi të larë, se është kollajt këtuash, po problemi më i madh është kur larë, enët. Dhe këtë prijesë unë e di që Fideli si ka provuar. Po kjo, për zonjat unë i them që nëse marrin këto tenxhere, është shumë e kollajt se nuk ngjisin dhe krijojnë mundësi shumë të kollajta për të pastruar. Prandaj dhe ne shumë komode me to. Tani unë desha të dija nga jeni ju zonja. Unë jam e përzier. Baban e kam nga Mirtita, maman e kam nga Himara, vetë kam lindur në Tiranë. Vjerin e kam nga Gjirokastra, vjerin nga Vlora. Qa duash ti, si më do ti? Tranan e ke nga Gjirokastra dhe nga Himara. Kryetari kam nga Skrapari, kështu që bëj dhe gjallë nga Skrapari. Kështu që, dëgjoj, traditën e Trananës besoj se e ke nga Himara. Po. Edhe nga Gjirokastra. Duke qenë se thatë kryetari në Unë jam rritur. Çfarë pjate e pëlqen kryetari? Zotin Meta pëlqen shumë peshku. Peshkun. Unë jam rritur me Trana. Kështu që dhe gjyshja ime bën të Trana. Por në sy, me djathin lufra, kjo bëhet shumë e shishme. Speciale. Tani, e disin një? Marëm një pirun. Ta marë gjitha të pjatë. Unë kam shumë nevoj për këtë. Po, e di? Jo, për Tranan. Po, për Tranan ka nevoj qunat. Unë e cilësova cila është kategoria që duhet të konsumojmë, për mos keni merak, edhe ne të rriturit që mund të jemi pak extra large, ose extra large, mund të konsumojmë njerë në javë Tranan, sepse kam lexuar në një nga tregimet më të bukurat të Dostojevskit që thotë, supa dhe Tranaja janë dy nga ushqimet që i bëjnë njerëzit të bëhen shumë social. Dhe tregonte për një personazh që sa herë që shkoja në darkë, në ora 2 të natës apo 3, gjithmonë gruaja më linte një supë të ngrohtë. Dhe kur çohesha për ta ngrënë dhe ajo vinte, ndija që atje mund të shkarkoja gjithë ngarkesën e energjisë. Kështu që është thjesht për energji pozitive, ku kemi problematika. E kuptojmë. Të shkëlqyera. Të dyja. Ato arsukat i kanë dhënë një shije absolutisht të mrekullueshme. Zotin Fidele e karakterizojnë gjithmonë kjo shija e veçantë. Ne sa të rrojmë dhe sa të vdesim, Trana nuk ta heqim. Ne do vazhdojmë tashmë me recetat e dyta, me pjatat e dyta. Në recetën e dytë do të bëjmë biftek me rukola dhe me parmigjan. Kemi marrë biftekun, e kemi ndarë atë 200 gram, 250 gram mishin, e kemi rraur pak, e kemi ndarë në 3 copa, dhe do ta hedhim për të pjekur në tigan, po përpara... Marinojmë pak me krip? Para se ta hedhim, do të hedhim pak krip në tigan, pak fare, në fillim, edhe në qik për shije, sepse do të shpjegoj gjatë vendosis dhe do t'i hedhim qik vaj, po sa për mos me ngjitur. Shumë pak. Do më në shumë pak vaj, dhe do t'i marim të copat e biftekut. Si që janë, pa i hedhur kripën ose rigonin? Kripën ja hodhëm aty në pjatë. Kjo ishte, po. Ke receta e dytë, do bëjmë atë që quhet ëmbëlsirë, një zupë e thjeshtë që mund ta bëjë çdo grua, kur kanë ardhur mysafir dhe papritur, gjenden kështu në situatë që nuk di se si ta menaxhoj. Edhe kjo zakonisht merret në qumësht, që është 1,5 kg ose 1 kg në varësi të
të asaj se sa ti do bësh. Po, ndërkohë janë disa paketa të gatshme që janë me buding, ose nëse nuk ke, mund të marrësh 3 lug nisheste, 3 kokra vezë dhe 3 lug sheqer, që e zëvendëson nëse nuk ke këtë paketa, ja kur janë vezë. Tu kemi 2 paketa dhe e bëhet e njëjta gjë siç bëhet edhe me qumshin ndërkohshëm për të vënë val. Dhe ndërkohë paketat përsërisht shkrihen me qumësht, në mënyrë që të mos ngjishet se dhe nishestja ka të njëjtin element siç ka edhe kjo pjesa e tranas. Pra, duhet patjetër ta shkrim një çik në qumësht. Dhe gjatë kohës që e lëm në val, vala nuk duhet të jetë shumë e shpejt zjarri, për të marrë val dal nga dal në mënyrë që të bëhet e një trajtshme. Tani, në moment që ne i vendosim nga njëra anë për t'i pjekur, kur fillojnë dhe këto buzët anësore të zbardhen, atëre duhet kthyer nga ana tjetër. Kjo ka të bëjë në fakt... tregon shenjën që... Kjo që duhet kthyer, po kjo ka të bëjë me mënyrën se si ke qef ti që ta hash këtë lloj bifteku. Do ta hash të pjekur shumë, do ta lësh për gjysmë ose pjekur pak. Po në momentin që ti e vën në njëra anë dhe buzët fillojnë zbardhen, duhet kthyer nga ana tjetër. Ky proces nuk zgjat më shumë se 5 minuta. Po me ëmbëlsira si keni marrë ndonjët? Jeti si del, me qënë se ndonja Mara ka zgjedhur. Në fakt, unë personalisht nuk i dua, unë si individ, unë jam pro asaj kësaj recetës i ka bërë Fideli, në fakt, unë si individ, por mendova që gjithsesi duhem futur ca element thash për ta bërë të plot dietën e Fidelit dhe për të elementet e tjerë që lidheshin me pjesën e gjërave të ëmbla, të cilat në fakt shërbejnë edhe për pjesë gostitëse, por edhe për pjesë kur duam të kalojmë një pasdite, duam të jemi kështu në shoqëri me... Po, në fakt, me 2 recetat tuaja, ne kemi plotësuar një ditë. Po. Të paktën mëngjesin, drekën, qoftë edhe për pak në zemër këtë ëmbëlsirën, edhe pak sallat nëse na ka mbetur për nga pasditja vonë, dhe është mbyllur dita, por gjithçka duhet të kombinohet edhe me aktivitet fizik. Absolutisht. Ndërkohë, i hedhim edhe sheqer, 3 lug sheqer, që të mos bëjmë shumë të ëmbël. Sheqeri për mua është armiku im, sepse sheqeri do djegur. Qofse ti ngarkohesh me shumë sheqer, në organizëm dhe nuk bën aktivitet fizik, nuk lëviz, nuk hec, nuk bën fiskultur, do të ngarkosh organizmin me disa lloj. Dhe depozitohet gjithçka në... Me këtë lloj depozitimi që do t'japi pastaj shumë pasoja në shumë element tjerë që ka organizmi. Kështu që normalisht duhet ngrënë dhe sheqer, nuk është se është absolute, duhet ngrënë kripësh, po çdo gjë duhet me karar. Duhet që njeriu të bëjë një lloj analize, të di se ku është, di si ka parametrat dhe në bazë të analizave duhet marrë dhe ushqimet dhe medikamentet e duhura që i duhet. Tani ne marrim rukolat i vendosim në pjatë dhe pastaj marrim filetot ndërkohë që e përzihen, kjo bëhet në masë viskoze, po ta shohësh, dhe krijon tamam si puna e një budingu të bebeve, të cilat është një kremi transh, i cili gjithkohën duhet të përzihet dhe duhet përzihet sipas akrepave të orës. Zonja Vjollca, jemi metodistë të mirë apo si jemi të zotë? Unë dhe Fideli, sepse shpeshherë na shohin sikur jemi vetëm bëjmë politikë. Jo, unë kam mendimin që ato që janë zotë në politikë, janë të zotë edhe në tryezë. Mbasi e pjekim... Është shumë e vërtetë, zonja Vjollca, po. Mbasi e pjekim mishin, e vendosim dhe e presim, copa. Tani e kemi hequr nga zjarri. Në fakt, të dyja recetat që kishit zgjedhur zonja Malaj kanë atë përkushtimin e duhur detyrisht mbi kokë, kur i themi. Sigurisht. Sepse ka një sekret gatimi. Të dashur anvisa dhe të dashur miq. Nuk ka rëndësi çfarë bën, po ka rëndësi me sa dashuri e bën. Dhe kur ushqimi t'i jep dashuri, rrallë mund t'jenë individët që nuk do donin t'a hanin ato ushqim. Këtë e dëgjoj shpesh, por shumë shpesh, do mëngjes këtë frazë nga zonja Vjollca, i përmendim të gjithë përbërësit dhe në fund, përbërësi kryesor, dashuria, dëshira për të gatuar.
Dhe kjo nuk ju mungon as juve, zoti Fidel, sepse duhet keni shumë eksperiencë në fakt, nuk më dhatë përgjigjen ku keni mësuar të gatuani. Nuk është se kam mësuar, unë kam një restorant, kam lexuar disa libra mbi gatimin, jo se do më jepet mundësia për të gatuar ndonjëherë, se kam thënë jam i rrethuar vetëm me femra në shtëpi, por dëshira që për të ditur edhe në këtë fushë në gatimit, që edhe nëse je ndonjëherë vetëm dhe ke ndonjëherë mundësi të bësh diçka, po ta bësh me shije, ta bësh bukur. Tani mbasi marrim rukolat, i vendosim në pjatë dhe mishin që e kemi pjekur, marrim dhe djathin kaçkavall, sepse kështu e ka formula me rukola dhe me parmigiano. Që mund të shkrijnë nga nxehtësia, ndoshta më merr zhutet apo qëndron ashtu. Po, tani i kemi, jo, se kemi mbaruar akoma, i kemi vënë në secilën nga kupat që ne do t'i servirim, vënë nga një biskot kështu, ose format tjetër, dhe hedhim përbërësin e parë, atë që quhet budinku, i hedhim disa arra në mes, shtojmë prapë dhe një biskot tjetër për ta bërë si të shtresëzuar. Ja. Marrim pak reçel dhe i hedhim nga lëngu i reçelit për ta bërë pak më... Edhe ngjyrat që kombinohen, ishte nevojshme edhe kjo pjesë e reçelit. Po këtej çfarë bëm, çfarë i hodhëm? Kjo është një krem balsam që i hidhet edhe për sy edhe për shije. Shumë e këndshme. Pjatës? Zonja Nora Shife. Është të befason, me elementet. Është e bukur dhe Zonja Vjoca e dha shenjën që nga larg e pash. Është e bukur dhe e ha syri. Po, dhe një ushqim që e ha syri, domosdoshmë sigurisht që goja e shijon. Se thonë... Tani është ajo shpreha që dashuria kalon nga stomaku? Sepse thonë që nëse do ta dinte goja se çfarë do kërkonte stomaku, nuk do kishe lejuar shumë ushqime të kalonin. Për arsye se jo të gjitha ushqimet mund të krijojnë komoditetin e stomakut dhe mund të parandalojnë shumë sëmundje, sidomos kur lidhen me gastritet, me ulçerat, po kam përshtypje që unë dhe zoti Fidel sot kemi bërë produkte të cilat kanë bazë jo acide dhe që mund të jenë shumë të tretshme për organizmin. Mbasi i kemi mbaruar, i vëm pak reçel sipër për ta zbukuruar, për të krijuar një lloj pamje apo shije. Më pëlqen që zonja Vjoca ka zgjedhur reçelin e qershisë, po mund t'i shkoj shumë mirë dhe reçeli portokallit. Edhe reçel ju, zonja Mala, ju na thatë reçel qershi. Po, sepse harova atëherë, sepse unë e dua më shumë nga çdo gjë reçelin e qershisë prandaj. Dhe i hidhet edhe shumë pak. Dhe është reçeli bërë vet. E kuptova. Pak arr për shije dhe kjo. Do i duheshe pak limon? Mendoj unë, nuk dua të ndyry? Apo e kemi të... Dhe në fund, pak kanel. Kanela është jashtëzakonisht shumë e mirë. Edhe për aromë. Dhe për aromë, po dhe për njerëzit diabetik. Madje mund të thuhet që është një nga produktet më të mira për të parandaluar diabetin dhe kjo krijon atë që quhet neutralitet. Dhe tani, ëmbëlsira tani është gati. Sa shpejt, sa të bukura pjatat, shumë të shijshme padyshim. Jo pa qëllim vum numrin 3, se numri 3 është numër fatmindjellës në mitologji. Po, e vërtet është. 3 pjata, 3 golla, 3 ëmbëlsira dhe po vërej që tu kemi gatuar dhe për t'i dhënë emëruesin asaj shprehjes që thuhet gatuhet për kënaqësi dhe për shije se sa për nevojë, sepse tendenca e tillë është. Dikur gatuheshe më shumë për nevojë, për të shuar urinë, ndërsa sot ka edhe elemente të kënaqësisë, të estetikës që përmendi dhe zoti Fidel. Zonja Vjoca, është fjala për ju. Shifje dhe shkruaj. Dhe unë çdo ditë gatuaj dhe ngope me aromat e gatimit dhe ta dish mua se çfarë ndonjëherë dhe nuk provoj. Ndërsa sot çuditërisht po e deklaroj hapur me ju Ambisa, këta gatuaj, unë them kur mbaroj se dua t'i provoj. Prandaj thash më gjen mua çdo ditë. Unë jam grupi 0, pozitiv. Dhe mishi për mua është një karburant i shkëlqyer për organizmin tim. Unë jam grupi AB dhe për mua janë më të mira këto produkte që lidhen me zarzavatet. Por nuk heq dorë asnjëherë nga ëmbëlsirat.
Prandaj dhe... Jo, nuk është se i dua shumë, nuk pëlqen. Unë, personalisht, po. Prandaj dhe unë nuk arri kur që të mbaj linjat e duhura, se ha mish, ha dhe ëmbëlsira. Pavarësisht se flas, por nga ana shëndetësore me mishin jam në rregull. Mesazhi që ne duhet të përcjellim është që këto të gjitha kombinohen me elemente të tjerë, që janë ushtrimet fizike, sportet më gjithëpërfshirëse për të mbajtur trupin në formë, cilat mund të jenë. Zonja Nora, duhet ta provosh dhe ti sot, ëh? Të marrim një përgjigje për sportin juve analistat e dashura. Provoj të Çfarë do të hash, unë mendoj që aktiviteti fizik është gjëja më e mirë. Pavarësisht edhe mund ta shkelim ndonjëherë me ushqime, me dreka, me darka, por duke bërë aktivitet fizik, unë mund të them që do të çlirosh të gjitha ato ushqim që ti ke ngrënë nëpërmjet ecjes, nëpërmjet ushtrimit, nëpërmjet thithjes së oksigjenit, daljes nga liqeni ose në ambiente jo me plurë, do të bëjnë mirë për organizmin. Kështu që unë mendoj që sepse shpesh herë shohim shumë të ri në televizione që bëjnë dieta. Këtë doja të dalësh, a kanë dalë në mod dietat sot? Na dëmtojnë dietat apo dietat aq sa të mira janë, aq dhe të dëmshme janë, sepse ti ka një gjë, trupi ka disa muskuj, që ka dhe një muskull zemre. Në momentin që ti heq këtë lloj ushqimi, heq brumrat, karbohidratet, njëra që organizmi mund t'i dojë t'i zvoglon dhe dobëson dhe muskulin e zemrës. Ti mund të ulësh kile, po do t'i japësh një efekt anësor organizmit. Kështu që unë mendoj, është një lloj analize që bëhet sot nëpër laboratoret, që është intoleranca e ushqimit. Pra ti duke bërë një analizë, shikon nëpërmjet analizës gjakut që kush janë ushqimet që ty të shëndoshin, jo se të bëjnë dëm, po të shëndoshin dhe nuk absorbohen dhe nuk treten mirë për organizmin. Dhe të thonë, produktet e qumshit ty të bëjnë dëm, produktet e djathit ose të gjithë çfarë rrjedhin nga kjo familje të bëjnë dëm. Mishi të bën mirë, peshku, dhe duke bërë një analizë tillë ti duhet dish që ku do përqendrohesh tek ushqimet. Dhe nëse e shkel, pastaj aktiviteti fizik është gjëja më e mirë që unë do t'ja sugjeroj njerëzve që duhet të ketë kulturë individuale për trupin. Absolutisht, dhe kjo vjen në fakt, mua zoti Fidel më hapi një temë shumë interesante që mund ta bëjmë në diskutim, vjen në kuadër edhe të edukimit që duhet mësuar me ushqim të shëndetshëm. Kjo është edhe detyra e ministrisë në kuadër të rishikimit të kurikulave mësimore për t'i bërë fëmijët të marrin disa po themi aftësime praktike, pasi njeriu duhet të jetë i aftësuar se jetës nuk i dihet se ku të hedh, si të hedh, çfarë të pret. Dhe nëse ti do dish të mirë menaxhosh ushqimin me energjitë që kërkon edhe me objektivat të tua, atëherë je edhe më i fortë, je edhe më mirë. Se zakonisht kur ti ha një ushqim të mirë dhe kur ke një shoqëri të mirë, ndjehesh edhe më mirë pastaj. Është edhe një nga pikat e programit. Për ta lidhur jo vetëm me sportin dhe me programin, por po lexoja tani disa agjanse të huaja për sa i përket Mesit. Edhe po diskutohesh që Bale, Messi dhe lojtarë që bëjnë qindra milion euro. Këta kanë stafe mjekësh dhe dietologësh dhe Mesit i kishin hequr Coca-Colën që s'duhet ta pi dhe i kishte rritur shpejtësinë maksimale gjatë stërvitjes. Domethënë, sporti është kthyer në shkencë, por shkenca ka të bëjë me ushqimin. Se nëse ti nuk merr kaloritë e duhura dhe ato gjëra që ti kërkon organizmin për të dhënë maksimumin, ti nuk do të japësh rezultat. Kështu që vetëm Coca-Colën i hoqën se i dëmtonte diçka në organizëm, rriti një parametër që nuk e kishte më parë. Prandaj them që ushqimi nuk është thjesht se për të ngrënë ha dhe kafsha, edhe jeton. Puna është që të hash ato gjëra që duhet të bëjnë mirë për organizmin. Kjo nuk ka të bëjë me parat, se sa para ke, kjo ka të bëjë me kulturën, me edukatën që ke, sepse dhe pak gjëra të tilla që sallaturina thon mjekët. Po, ushqimi sot është bërë kryefjala e ditës. Po, ju sjell edhe gotat e verës për ta përmbyllur tashmë. Ti që mi çik këto, se më duket sikur i marrin bukurinë gjithë këtyre gatimeve të bukura që janë bërë këtu. Për të ditur dhe gazoti Fidel se njohurit mbi verën, meqense ne sot kishim mish, edhe kemi një rubrik interesante çdo të mërkurë në Vila 24 mbi këshillat praktike mbi servirin e verës dhe mbi konsumimin e verës. Sa e konsumojnë në fakt shqiptarët verën? Kam ndryshuar këtë tendenca, konsumojnë më shumë në për festa apo janë dhe konsumator duke ditur vlerat që mund t'i japë në organizëm? Si e pinë verën?
Unë nuk jam dhe një njohës i mirë i verës apo i alkoholeve më përgjithësi. Zoja Vesa, më ndihmon pak me shishën e verës? Duke qenë edhe sportist, alkoholin s'para e kam pirë edhe kur kam lënë sportin dhe tani mbrapa nuk e pi. Duke qenë aktivitet gjithë ditën, po pive qoftë dhe një gotë verë, një teke raki, do të filloj të vjen gjumë, pastaj dhe je përballë njerëzve. Por unë mendoj që një gotë verë në ditë, qoftë në drek ose në darkë, të paktën si sugjerojnë edhe dietologët edhe mjekët, thonë bën mirë për hapjen e venave. Po. Tashmë, le ta fokusojmë tryezën tonë që sistemoi edhe zonja Nora. Dhe kush më mirë se zonja Vjosa do na shërbente verën? E ke mësuar nga somelierët tanë për ta mbajtur gollën dhe për ta hedhur verën? Po njërën e hodha gabim. Si e hodha? Nuk e hodha si shduhi, po nga Nuk ka gjë. nxitimi. E kuptoj. Ju lumshin duart, të nderuar personazhet Drek Pakollari, gëzuar Bëzgjir. Gëzuar dhe ju të gjithë teleshikues. Faleminderit që na ndoqët në Drek Pakollari, keni qenë të shkëlqyer sot, edhe në këtë profil. Kemi njohur në një profil tjetër. Do japim çmimin, po ja ta përfundojmë mirë, ti falenderojmë se kanë shkëlqyer, janë gjithë këto pjata kaq të bukura. Është vërtet. Po zonja Vjosa. Jepim çmimin. Ta jap çmimin. Kush do marrë? Si në sport do ta bëjmë. Kampion për ditën e sot. Okej. Është zoti Fidel Ylli. Gëzuar edhe tryeza të tilla paçi. Sot do t'i themi shefi. Shefi kuzhinës. Shiko, Urime. votat janë të gjitha së bashku se zonja Nora më përpara më tha, shiko, të lutem. Vetëm Fideli e meriton. Po sepse ne jemi 3, zoti Fidel është 1 e para, e dyta ka Na ka sfiduar. Ka thyer një stereotip dhe unë dua të ndë një kuriozitet. Në të gjithë botën kushinierët më të mirë janë burrat. Dhe degustatorët më të mira janë gratë. Është shumë e vërtet kjo që tham. Të përshëndetemi me të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur në Drek Pakollari. Ju përshëndesim dhe miru takofshim ditën e premte. Mirupafshim. Mirupafshim. Gëzuar.